Kancelari Gjerman Friedrich Merz dhe kryeministra italiane Giorgia Meloni ftuan dje liderët e BE në një samit jo formal në Belgjik, ku morën vendime të rëndësishme. Jam lidhur tani në Gjermani me Auron Dodi në Deutsche Welle. Auron, përshëndetje, për çfarë janë dakord kryetarët e shteteve dhe të qeverive të BE-s në samitin jo formal? Përshëndetje. Në takimin që u mbajt në Aldenbizen pranë Maastrichtit, u ra dakord për një plan të gjerë për të forcuar tregun e brendshëm të Bashkimit Evropian. Synimi është të sigurohet aftësia për konkurrencë ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës, tha kryetarja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Kryetarët e shteteve dhe qeverive ranë dakord të përshpejtojnë reduktimin e burokracisë dhe ta bëjnë më të lehtë themelimin e bizneseve. Do të lejohet krijimi i ndërmarrjeve përtej kufive nacional në nivel evropian. Për këtë do të rishikohen rregullat e fuzionimit të sipërmarrjeve. Plani konkret do të jetë gati deri në qershor. Kancelari gjerman Friedrich Merz tha se ne jemi të bashkuar nga një ndjenjë urgjence. Dhe cili është thelbi i dakordimit dhe si do të zbatohet ai? Një element qendror i dakordimit është krijimi i unionit të kursimeve dhe investimeve, për të mobilizuar rreth 10 bilion euro që janë kursime për investime të cilat rrinë pa u përdorur nëpër banka. Faza e parë do të përfundojë deri në qershor. Von der Leyeni paralajmëroi se në rast pengesash nga 27 shtetet, do të avancohet me një Evropë të dy shpejtësive. Pra do të merren vendime me një grup të vogël shtetesh me të paktën 9 anëtar. Se u zhvillua ky samit jo formal përpara samitit të mirëfillt, i cili organizohet në muajin mars. Kancelari Friedrich Merz e preferon këtë metodë para samiteve formale për të diskutuar lirshëm, pa presion. Këtë herë, Merz u bë bashkë me kryeministren italiane Giorgia Meloni. Ranë dakord në janar për këtë, kur Merz vizitoi Romën. Të dy i ftuan në takimin jo formal të gjithë liderët evropian. Para takimit, Merz dhe Meloni shpërndan një dokument të përbashkët njëfaqesh. Në të përmendin se Gjermania dhe Italia janë dy kombet më të rëndësishme të industrializuara të Evropës. Më parë Berlini e strukturonte me Parisin agjendën e takimeve të tilla evropiane. Por pas irritimeve të hapura, sidomos javën e fundit, nuk ishte e qartë nëse Macroni do të merrte pjesë fare në samit. Auron, nëse mund të rikthejmë në vëmendje, për cilat probleme janë përplasur javët e fundit Gjermania me Francën? Mosmarrveshjet ka nisur që në vjesht vjet dhe kulmua në kundërshtimin e Francës për marrëveshjen e Bashkimit Evropian për Mercosurin, shtetet e Amerikës Jugut. Këtë javë, para takimit, Emmanuel Macroni dha disa intervista në media evropiane. Në to mbrojti çështje që prej kohësh kanë sjellë mosmarrveshje mes Francës dhe Gjermanisë. Kërkoi për shembull që Evropa të marrë borxhe të përbashkëta, eurobonde. Mbrojti proteksionizmin dhe favorizimin e produkteve evropiane. Macroni kritikoi indirekt dhe vendimet strategjike të Gjermanisë në energji, në siguri dhe varësinë tregtare nga Kina. Dhe pse bën presidenti francez këtë? Po, vëzhgues mendojnë se pas mos suksesit në politikën në Francë, presidenti francez mendon se ka ndikim në politikën e jashtme. Por diplomatë evropian thonë se Franca kërkon pa ofruar asgjë. Sa për ilustrim, në kujtimet e saj, ish kancelarja Angela Merkel tregon se në vitin 2005 e kishte mënjanuar blokadën nga Polonia të buxhetit të Bashkimit Evropian me para gjermane. I ofroi 100 milion euro Polonisë për zonat e saj më të varfra. Të habitur për riciklimin e temës së eurobondeve nga Macroni këtë herë kanë qenë dhe analistët. Mediat polake shkruajnë tani se gazetarët e pyetën Macronin nëse kërkesa e tij për borxhe të përbashkëta ka në fakt synim tjetër. Ta likuidoj borxhin vetjak galopant të Francës me paratë e Bashkimit Evropian, kryesisht në kurisë të Gjermanisë. Por Macroni i kundërshtoi. E qartë, si ka reaguar Berlini zyrtar ndaj kërkesave të Parisit dhe mbi të gjitha si u pozicionua samiti për to? Mediat gjermane kanë trajtuar hollësisht distancimin mes Berlinit dhe Parisit. Zëdhënësi i qeverisë reagoi ftohtë, me fjalët se kërkimi tani i eurobondeve të rreq vëmendjen nga problemet reale, problemet e produktivitetit. Shtoi se nuk mund të kërkosh më shumë para pa nisur reformat. Dhe pas samitit, kancelari Merz u shpreh qartë se nuk do të pajtohej me financimin e masave përmes eurobondeve. Tha se borxhet e përbashkëta të Bashkimit Evropian për pandeminë dhe Ukrainën u morën në situata të jashtëzakonshme.
Tani Bashkimi Evropian duhet të mjaftohet me paratë që ka. Merci tha se në samit financimi i masave luajti rol fare të vogël. Dhe një pyetje të fundit, të lutem, a qëndrojnë Macroni dhe Merci tani në distancë apo bashkëpunojnë me njëri tjetrin? Merci dhe Macroni dhanë sinjale uniteti para fillimit të samitit. Nuk përmendën para mediave asnjë ndasi. Në fund të samitit, megjithatë, të dy u larguan me pikpamje të ndryshme. Me vëndësht megjithatë që marrëdhëniet gjermano-franceze apo gjermano-italiane të mos vështrohen ngushtë. Krijimin e boshteve në Bashkimin Evropian të sotëm, disa e shohin si interpretim të vjetruar. Synimi është të gjendet një partner i gatshëm dhe i aftë që të veprojë brenda Bashkimit Evropian. Merci me Melonin është fakt që janë në të njëjtat valë, shkruante gazeta italiane Corriere della Sera. Ndërsa mundësitë e presidentit Macron janë të kufizuara, 15 muaj para se t'i mbarojë mandati. Por në thelb, të gjithë po kërkojnë një recetë përbashkët. E qartë, Auron, të falenderoj për të gjithë analizën dhe për informacionet që përcollet, të përshëndes.